Blokada institucionale në Kosovë ka emër. Ajo është e partia e cila i ka 66 deputet, e cila i ka 19 ministri dhe e cila synoj para 1 muaji, po ashtu të merr edhe pozicionin e presidentit. Aty është blokada, aty është tendenca për me kriju dhe instalu një autokrasi, dhe aty është edhe zgjidhja. Zgjidhje nuk ka dashur ky formacion politik. Po të kishin dashur zgjidhje, po të kishin dashur president unifikues, po të kishin dashur mos me maltretu edhe një herë 1 milion qytetarë të Kosovës me dalë zgjedhje, ata veç e kishin ndarë pushtetin. Pushtetin e ka ndarë Ibrahim Rugova në vitin 2001 me PDK-n edhe AK-n, duke i fitu gati 50% zgjedhje. Pushtetin e ka ndarë po ashtu në 2004 me Ibrahim Rugova. Pushtetin e ka ndarë kur s'ka fitu edhe Hashim Thaçi. Pushtetin e ka ndarë edhe Isë Mustafa, edhe Ramush Haradinaj, edhe gjithë e ka ndarë. Ky zot njerëz po do me dosë, po don me marr edhe institucionin e presidentit. Kjo nuk shkon në demokraci. Pra adresa se çka po ndodh, pse mblloku institucionin, pse jemi në këtë situatë, nuk është e aleanca, as të partitë opozitore. Është një subjekt politik që i ka 66 vota në parlament, 66 djerës, që i ka vendosur 19 ministrat vetë, e 2 zëvendës kryeministra e vetë, e që i ka 453 njerëz në qeveri. Pra çështja e bllokadës institucionale, çështja e daljes me këto drejtore, çështja se a do të shkojmë apo jo në zgjedhje, varet ekskluzivisht nga vullneti i një partie politike, se a do të maltretoj qytetarët e Kosovës edhe një herë. 1 milion qytetarë me dalë zgjedhje apo jo, apo do me ardhë deri te një emër konsensual. Ako ka me Kosova bre, në një kandidat veç një partia, nuk ka me Kosova, ka Kosova njerëz. Po i nati i madh, tendenca me u instalu në për institucione, është na punë që situatë ku një botë ka kesh në neve, e qytetarët e Kosovës janë ndrirje, çka po ndodh me ta, me çmimet, e bile nuk mërziten me dalë apo jo dhe njerëzit.